Viktor Martini, prej 32 vitesh, jeton në emigrim në Boston të SBA. Vota e diasporës, sipas Martinit, është një moment i rëndësishëm për demokracinë në vend. Martini mendon se do të ketë interes për të votuar. Uroj që të ketë një pjesëmarrje sa më gjanë për vota, ku në votat e shqiptarëve më varet e ardhmja e rinisë shqiptare. Unë nuk e menoj se kam marrë pjesë diaspora, ashtë sa flitet, por sa dhe pak, aja do të japin kontributin e saj. E uroj që votat tyne mos të shkojnë dëmë. Martini thot se retorika në vende e politikanëve është shumë e ashpër. Para disa vitesh, si kur marrin pjesë në për komisionet në nëshme Evropa e ta në zgjedhje, aja që e veret intelektual të pranimit është pse kaq egerësi në mes njëri tjetrit. Sepse kundërshtar politik ka gjithë bota, po jo deri në atë pikë sa të quajnë tradhtar janë tradhtar tjetër, komunist janë komunist tjetërin. Mu më duket se kjo gjuhë e përjashton demokratin e vërtet, e figurën e demokratit. Demokrat nuk do të thot me kanë antari një partisë demokratike, por me binje thëmë, demokrati mund tjetë në gjitha partitë, kur ai lufton pa interesa gjepash për popullin shqiptar. I përsekutuar nga regjimi komunist me gjithë familjen e tij, Viktor Martini thot se vota është shumë e rëndësishme për demokracinë e një vendi, për të mos kthyer pas kujtime të komunizmit. Komunistat hinen demokraci parfim. Aja që du me thanë, sidomos trive shqiptar, pesholje votën tuj, e mos të shqit një lirë, se në këtë votë ashtë e ardhmja shqiptarve të pastër. Le të fitojnë me votën e pastër kushdo, e unë do të dorë trokas, edhe në kjoftë në mi ku jem, po në përmjet votës të pastër, se vota pastër ashtë e shenjt.